Komisionera për zgjerim në Komisionin Evropian Marta Kos ka vendosur të anullojë vizitën e saj të planifikuar në Kosovë për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vend. Vendimi është konfirmuar nga zyrtarët e Komisionit Evropian, të cilët bëjnë me dije se komisionerja ka informuar për këtë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Sipas zyrës së shtypit të Komisionit Evropian, vizita e Kos në Prishtinë ishte planifikuar të zhvillohej në mesin e kësaj jave, por situata e krijuar politike ka bërë që ajo të shtyhej për një moment tjetër. Megjithatë, komisionerja ka shprehur gatishmëri për të udhëtuar drejt Kosovës sa më shpejt të jetë mundur, sapo të ketë më shumë qartësi për zhvillimet institucionale. Kosova mbetet i vetmi vend në portofolin e komisioneres për zgjerim që ajo nuk ka vizituar ende, dhe pse mban këtë detyrë që prej dhjetorit të vitit 2024. Edhe gjatë vitit të kaluar, një vizitë e planifikuar u shtyp për shkak të krizës institucionale në vend. Vizita pritej të realizohej pas formimit të institucioneve të reja që dolën për zgjedhjet e mbajtura me 28 dhjetor, dhe në një moment kur pritej dhe vendimi për heqjen e masave ndaj Kosovës. Ndërkohë, zyrtarët evropian ka shprehur shqetësime për keqardhjen për situatën politike të krijuar në vend, ndërsa po presin dhe vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri.